Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike në vend me mikun e emisionit ton, zotin Gylsen Shnima, i cili prej disa ditësh i ka munguar emisionit ton. Megjithatë, ne sot do t'i përmbledhim të gjitha ato që po ndodhin dhe këto ditë që nuk kemi folur. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje për ftesën. Avokat, jo më kot mendova që të bisedojmë sot sepse nesër kemi një ditë që mund të jetë vendimtare, mund të shënojë një kthes edhe të situatës politike, të paktën për momentin, pasi do mblidhet grupi parlamentar dhe qeveria. Jemi në fund të korrikut, është paralajmëruar një seancë tjetër në shtesë, ndryshe nga sa ishte parashikuar për ta mbyllur kuvendin që do jetë javës tjetër. Nuk janë të pakta ata që mendojnë që nesër Rama do bëjë ndryshime qeveri për ta ulur ritmin e protestës. Ju si mendoni, do ketë ndryshime qeveri? Vap, shumë e madhe. Ministrat dhe deputetët janë anë. Të gjithë janë pritur telefone dhe unë po pres telefonin, po nuk po bie zilja. Nesër mos të dalë emri atje. Shiko, e vërteta është që ne fillim duhet falenderojmë dëgjuesit që na kanë ndjekur vazhdimisht për like-et dhe komentarët. Ne pothuajse vazhdimisht në një linjë të përditësuar duke atyre informacionin e dur, pra çfarë do të shikojnë nesër dhe do të dëgjojnë nesër, mos të bazohen mbi ato argumentat e zotit Rama. Sigurisht që ai në fillim të fjalimit, po pothuajse në fund të fjalimit do të japi mesazhin e tij kundrejt keqçeverisë së tij, sepse nuk kemi të bëjmë me një qeveri, po kemi të bëjmë me një kryeministër i cili ka marrë peng Partinë Socialiste dhe pretendon se është i votuar nga qytetarët shqiptarë në 11 maj. Dikush mund të më dëgjojë dhe të thotë pse thua mendon se është votuar në 11 maj. E vërteta në Shqipëri 11 maj nuk u bërën zgjedhje. Thjesht ato quhen vjedhje, për shkak të rezultatit ne i konsiderojmë zgjedhje. Por e vërteta është që zoti Rama ka një problem të brendshëm brenda Partisë Socialiste që nuk e kontrollon dot më. Pse? Sepse ajo çfarë ne kemi dëgjuar tek Partia Demokratike që pas Sali Berishës nuk ekziston kush e zëvendëson, sepse nuk ekziston në fakt konkret. Pra, sikur ti bësh qok Sali Berishë, përsëri nuk mund të thuash që ka një person që do ta trashëgoj atë që ai do të lejë në të ardhmen, por tek Partia Socialiste ndodh ka tjetër. Partia Socialiste është e brumosur nga koha e Partisë së Punës në Parti Komuniste, nga Parti Komuniste në ndryshimin e emrit Partia Socialiste, ka një problem që momentalisht nuk shfaq në sy të publikut, por brenda vetes ka pakte, ka marrëveshje dhe pikërisht ka strategji se si duhet të rrëzohet lideri. Pra, mos prisni ju që socialistët do të rrëzojnë Ramën me një deklaratë publike. Ata punojnë vazhdimisht në errësirë, sepse natyra e brumos politike është errësira, dhe brenda kësaj errësire zoti Rama do nesër të vendos një dritë, një zart, pse jo edhe vatër, që nga kjo vatër të diqen dhe të përcollohen kundërshtarët e tij, sepse Rama nuk po përpiqet në këto momente që flasin që të mbaj pushtetin, për shkak të numrave ekstreme të ratëve e mban pushtetin. Por Rama përpiqet të mbaj Partinë Socialiste se përballë ti nuk ka më PD-n, po ka disa qytetarë të cilët nuk kanë një tabel partijake. Pra, në rastin e i referohemi fakti Rama dhe Tauland Balla u morën veç e veç me çdo protestues, u lodhën se s'kan më me këtë merren, sepse janë kaq shumë se sa me të merren me të gjithë përsëri do të lodhen sepse kanë ajo që them te pika zero. Por çfarë ndodhi gjatë gjithë kësaj kohe ku ata u morën me protestuesit? Sot ke një paraqitje të protestuesve në parlament. Tregon
që nga mënyra se si u morën me protestuesit, tregoj që protestuesit mbajtën qetësi, pritën dhe sot i ke përsëri në parlament duke i hedhur vesë. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që Rama tani nuk ka më një do organizuar që mund të i komandoj dhe t'i kap. E ka humbur këtë pozicion. Dhe tani çfarë duhet të kap Rama? Duhet të kap partinë e tij, forcën e tij politike, që pothuajse ka në parje për shkak të shumë fakteve të tjera dhe fakte të tjerë, dhe tani do të shikoni që Rama do të përdori Shqipërinë e re si një mekanizëm për të bërë zhbllokim brenda Partisë Socialiste dhe ne rikthejmë në vëmendje tek qytetarët tanë që na ndjekin vazhdimisht, ai i cili sot na ndjek, le të na ndjeki në të shkuarën dhe tani në ato që bëjmë. Thamë që rasti Spiro Pali mund të jetë një konflikt i mundshëm, por mos harrojmë, mund të jetë një paketë e porositur si një konflikt i mund në të ardhmen. Pra tek ajo që Rama thotë do dalim më të fortë nga kjo protestë. Pra, do të që Rama, Spiro Pali mund ta kenë vendosur Spiro Palin si një konflikt artificial, i cili në vetvete është dhe i vërtet në disa pjesë, por në disa pjesë, sepse konflikti midis Ramës dhe Spiro Palit është një konflikt për të thithur atë që ne kemi thënë vëmisht. Çfarë ka thithur? Sfungjeri, thith të paknaqurit. Rama ka skanuar brenda vetes kush janë të paknaqurit. Rama nesër del dhe thot Spiro Pali largohet nga grupi parlamentar socialist. Por Rama nuk e don këtë gjë ta bëj. Po pse do ta bëj? Sepse Rama ka kuptuar që 3 grupe brenda Partisë Socialiste po i bëjnë gropën. Pse? Se 3 grupet të partialiste vijnë pikërisht nga Partia e Punës dhe 3 grupet brenda Partisë Socialiste përjashton grupin e Rama që është grupi interesi. Pra, Rama nuk mund të quhet në kuptimin një grup i shëndetshëm, sepse Rama në grupimin e tij ka interesin. Pra, lek buxhet veç, nuk është se ka frymëzim. Ikën Rama nesër se llogaritas njëri kush i ishte dhe nga vinte, sepse PS-ja dhe Partia Komuniste ka ngel gjithmonë dhe është e frymëzuar nga pushteti dhe nga paraja. Në rast se njëra nga të dyja çllohet, Rama dhe çdo Ram në Partinë Komuniste, Partinë Socialiste do të ketë një shkërmoqje dhe një përfundim të keq. Dhe tani shkojmë tek nesër. E mesmja për Partinë Socialiste është për mendimin komentoni veshni, por